patronazhist, e gjithë administrata nuk funksionon në shërbim të qytetarëve, po funksionon nga dita e parë e qeverisë deri në fund në shërbim të blerjes dhe të patronazhimit dhe kërcënimit votuesve. Më thoshte një miku im, zotëri do të ngremi shtet paralel thua ti. Një miku im, kryetar i një dege në, po ja them në Selenis, po e pyesja për një fshat që unë njoh që janë të djathtë ekstrem. I thash si shpjegohet? Flamur. I thira gjithë ditën në telefon, tha. S'më erdhën votime. Kur nesi takova njëri nga atarët e fisit, flamur, tha. Më erdhën dhe më dhanë 10.000 euro. Nuk më kërkuan votën, më thanë rrin shtëpi. Ku i kam parë unë herë 10.000 euro, tha. A e kuptoni jo apo jo? Për një vot? Jo, për fisit. Përveç mirënjohjes me zemër për mbi 40.000 qytetarë të qarkut Fierit, që pavarësisht terrorit në të gjitha drejtimet, qëndruan dhe zgjodhën alternativën më të mirë për Shqipërinë, sonte nuk kam asnjë koment tjetër. Mirënjohje dhe vetëm mirënjohje. Faleminderit. Nuk do të harroni, Rama ka prishur çdo raport institucional në Shqipëri. Ka shkatruar institucionet e shtetit, i ka vënë në shërbim të zgjedhjeve, i ka vënë në shërbim të një fushate jo të drejtë, jo të ndershme. Kjo është pasoja më e rrezikshme për shqiptarët. Vjedhje totale. Rama ka përgjegjësi që i volli apo kemi vetëm ne përgjegjësi? Se vetëm ju jeni media që përgjegjësinë nuk e shihni ka ai duti, po e shihni ka ai që vidhet. Nuk duhet të shpërqendrojmë vëmendjen nga zgjedhjet e xhabafëve. Kjo është një humbje e cila besoj të gjithëve na prek sot, sepse kemi përballë po të njëjtët njerëz. Ju e pat pas zgjedhjeve, vendimi i parë që u mor është që Orta Xhaçka shpëtoi.